Por është normalisht që u panë shumë reagime nga opozita duke sulmuar në emën të asaj, duke bullizuar që kënë se këto janë gjëra minore që të publikohen. Është e tillë sipas jush? Jo, unë mendoj që çdo njeriu të cilit i ndihmohet, çdo fshati Lopsh, nëse nuk e dini, është një prej fshatrave më të mëdha në komunën e Podujevës. Dhe unë mendoj që duhet të përkrahet çdo iniciativë mirë e cila ka të bëjë për çështje bujqësore edhe fundit kjo është punë e Ministrisë të Bujqësisë. Andaj kjo në aspektin e kontekstit të projekteve kapitale, që u ngrit më shumë. Por unë mendoj që më i madh kapital sipas jush. Dëgjam, unë mendoj që kjo është një lloj sulmi që bën opozita, por nëse flasëm për çështje të ndryshme, ne e dimë që kemi marrë një buxhet për 2.4 miliardë dhe kemi bërë 4 miliardë. Ka reflektu në projekte? Po, ka reflektu, sepse 1 miliard euro e ki investimet kapitale, ndërsa në më herët kanë qenë 700 milion, 600 milion. Sot i ki 250 milion euro në Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për biznese dhe prodhime, për shërbim, e i ki 250 milion euro për grante në Ministrinë e Bujqësisë, kur në historinë e Republikës Kosovës nuk ka qenë më mirë. Më në që është investim, sot i ki shumicën e brendeve prodhime vendore në për zinxhiret marketet. Ajo është investim. Pastaj e kemi investime në ushtri.